Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Jon, faleminderit shumë që jeni çdo herë pranë televizorit për Si çdo javë edhe këtë ditë në emisionin Familja Jon do të trajtojmë shumë tema interesante. Në bllokun e parë së bashku me mjekun familjar Dr. Nejibedin Sadiki, flasim për rolin e mjekut familjar në parandalimin e sëmundjeve kronike. Përveç sëmundjeve akute që fola që janë domethënë viruset e ndryshme, domethënë gripat e ndryshme, si numëroj tash me emën të gjitha, ka të bën me rritjen e peshës, ka të bën me obezitet. Është sëmundja e tashme edhe besoj edhe sëmundja e së ardhmes. Në bllokun e dytë njohim nga afër një biznes që është ndërtuar dhe po frymon nga një vajzë e re, por shumë ambicioze. Makinën që ne kom vëzit ka qenë tepër e vogël. Do me thonë si ja ka mush nështë asynin që kom e realizu një dasëm të madhe, nuk është si jo mërzit ndonjëherë për këtë pjesë. Në rubrikën e terrenit sjellim materiali nga konferenca Lifestyle 2025, ku do të ndalim me të temat e zhvilluara, panelet, rezultatet dhe shumë çka tjetër. Ndërsa në pjesën e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albolena Shabani Ilazi na mëson recetën e lakrave turshi dhe na tregon për përfitimet shëndetësore të lakrës. Kur arrim fermentimin e ka kripen, ka probiotik qëndron. Veç nëse me duhet të jesh në ambient ftohtë pasi të hapet. Nuk bën Për këto dhe shumë materiale të tjera, takohemi të dilen në orën 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.